Evi Reçi na ka habitur. Nuk po kuptohet tamam se çfarë po bën, por në dhomën e saj janë gjetur këta meshkuj të zhveshur dhe drita të kuqe. Nuk e dim se ç'do bëj Evi me këta djem, por jemi gjithë sy e vesh. Thjesht na vjen çudi se Evi bënte edhe si gocë ndershme. Dasara Karaiskaj ka sharë publikisht reperin Noisy në Facebook. Sigurisht fansat e këtij fundit u bën keq dhe nuk lanë gjë pa i thënë Dasarës, por me sa vumre ajo e mori me sportivitet. Në foton që shihni, Dasara është ftuar në një intervistë. Shohim se çfarë do të thotë. Kida dhe Gjensila janë bërë gati për klipin e tyre të ri, të cilin mezi po e presin. Shpresojmë të mos jetë ndonjë inspirim nga Rihanna apo Shakira dhe Beyoncé, sepse do të na zgënjenin shumë. Kemi gjithë sy e vesh. Rudina Magjestari është kthyer back in time dhe ka kujtuar momentin kur ajo këndoi në maratona e këngës. Okej, ne e dinim, por duhet ta dini edhe ju që kjo vajzë është multitalentuar. Bravo Rudina.